Kjo është një recetë që unë e përdor gjithmonë sa herë që vjen vera. Kjo që po shikoni tani nuk është as pite, as bukë, nuk ka as miell, as fryrës, as maja, është e gjitha e bërë me gjizë dhe vezë. Dhe ju mund ta mbushni me çfarë të doni, unë për më shumë proteinë e kam bërë me kos, kastraveca, avokado dhe pul. Shikojeni, a nuk ju ngjan fik si pite, si bukë? Vetëm se kjo është shumë herë më e shëndetshme dhe nuk të fryn. A jeni gati? Le të fillojmë me recetën. Ato çfarë na duan fillim janë 2 vezë. Në qoftë se do isha në Shqipëri do përdorja gjizë, mirë po unë nuk kam ku ta gjej gjizën këtu, kështu që kam përdorur djathë ricota, por mund përdorni edhe cottage cheese. E përzejmë kështu me mikser dhe pastaj do ta hedhim në një tavë me letër kuzhine. Kjo tani është gati për në furrë në 200 gradë për 20-25 minuta. Me qëra fjala, shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow ju lutem. E skuqi mishin e pulës me pak vaj në tigan duke hedhur krip, hudhër pluhur, borzilok dhe pak spec të kuq. Pasi e kemi skuqur mirë, do t'i shtojmë pak ujë. Kur tava të duket kështu, do ta heqim nga furra dhe do ta lëmë që të ftohet për 20 minuta. Ju mund t'i vendosni çfarë të doni, por unë këtë herë kam zgjedhur kastraveca dhe avokado. Pasi kemi bërë të gjitha gati, fillojmë me mbushjen. Edhe ta mendosh që kjo nuk ka as miell, as fryrës, as maja, është vetëm gjizë dhe vezë. Jo vetëm që është një vakt i shëndetshëm, por ka dhe shumë proteinë. Më shkruani në komente, do e provoni dhe ju këtë recetën? Kjo ishte edhe videoja ime për ju sot, uroj shumë t'ju ketë pëlqyer, bashkë do të shihemi në videon tjetër. Ciao!